sulmon partinë e vet, edhe sulmon aq keq, edhe i bën favor partisë në pushtet, që është lëvizja vetë vendosje, për shkak të interesave të ngushta dhe për shkak me rujtë pozicionin e tij. Prandaj unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës këtajte duhet me reflektu dhe nuk do të me lënë më asnjë minutë në udhëheqjet të Lidhjes Demokratike të Kosovës të mirabligikun, nëse tenton me rimarrë veten edhe me performu më mirë në zgjedhjet e ardhshme. Unë mendoj që brenda LDK-s ka mjaft personalitete të cilat mundin me udhëheq këtë parti, ka personalitete që janë që nga themelimi, ka personalitete që janë bashku LDK-s, po që kanë tregu që e dojnë atë parti, e dojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës, që kanë dhënë kontribut për Lidhjen Demokratike të Kosovës, janë intelektual të theksuar. Prandaj, unë mendoj që LDK nuk ka met në Lumir Abdigjikun. Unë mendoj që duhet mu liru prej ti sa më shpejt që është e mundur. Nësa është edhe njera, do me najt në LDK, do me najt tani është çështja e tij, edhe pse nëse besoj që ai rrin në LDK, për shkak se po në njëjtën kohë edhe Albin Kurtin nuk e ofron kur e sheh që shkak se Albin Kurti njerëz që nuk i don partia vet, nuk i merr në partinë e tij, as nuk bashkëpunon me ta. Qysh e përmendi edhe jetoni që as si rasti me Vjosa Osmanin, derisa ju deshte pas shumë ofër, e shfrytëzoi, për një moment saktum kur si desht, ma e largoj, edhe sot unë mendoj që ka qenë edhe gabim, ndoshta mënyra se qysh është marrë me shpejtësi as madhe Vjosa Osmanin në Lidhjen Demokratike para zgjedhjeve. Ndoshta është dashur me lënë vetë ato me një parti me dalë, ndoshta LDK e kishte performuar më mirë, nëse këto tash janë krejt supozime. Mirë po, mendoj që në tajten LDK-ja duhet me reflektu. Edhe duhet me largu nëse dëshirojnë rezultate më të mira në tarme, nëse dëshirojnë me rimarrë veten si një parti shtetformuese.